se do të hyjë mbreti i lavdi. Nikola Gjufka dhe ish bashkëpunëtori i tij do të dalin përsëri para gjykatës themelore në Prishtinë për të përballur me akuzat për nxitje të përçarjes. Prokuroria Speciale akuzon Gjufkën, që njihet zyrtarisht si Niko Bllazhde, si dhe Lejdi Zagallin për nxitje të përçarjes me pretendimin se e kanë hapur dhunshëm kishën në fshatin Rakinic dhe e kanë shpallur shqiptare, një kishë që sipas organit të akuzës është në pronësi dhe nën kontroll të kishës ortodokse serbe. Themelorja në Prishtinë kohë më parë vlerësoi se nuk ka prova se ata hynë dhunshëm në objektin e kishës në komunën e Podujevës, por apeli konstatoi se provat duhet të administrohen në gjykim. Pra, vetëm pas administrimit të këtyre provave mund të vlerësohet nëse të pandehurit me veprimet e tyre të përshkruara në akt akuzë kishin qëllimin e kryerjes së veprës penale dhe nëse veprimet e tyre kanë qenë të drejtuara kundër një grupi shoqëror me bazë kombëtare dhe etnike, të cilat potencialisht kanë mundur të çonin deri te prishja e rendit publik. Trupi gjykuesi kryesuar nga Mentor Bajraktari gjeti se ekziston dyshimi i bazuar dhe se veprimet e të akuzuarve nuk mund të mbrohen në emër të lirisë së shprehjes. Përfundimisht, kjo vepër penale, e cila hyn në kuadër të krimeve të urrëties, përkufizohet si akt kriminal i motivuar nga paragjykimi ose paragjykimi ndaj grupeve të veçanta të njerëzve, që në vetvete përfshin dy elemente: një sjellje që kualifikohet si vepër penale dhe një motivim paragjykim. Shkalla e dytë konstatoi po ashtu se nuk është e domosdoshme që të prishet rendi publik për të kryer nxitje e përçarjes. Prokuroria Speciale pretendon se në nëntor të 2023-s, përmes një video incizimi në Facebook, shtetasi i Shqipërisë Gjufka ka bërë nxitje të urrëties, përçarjes dhe mosdurimit mes grupeve fetare, kombëtare dhe etnike që jetojnë në Kosovë. Në atë video, sipas akt akuzës, i ka thënë patriarkut serb Porfirie, mos guxo t'i afrohesh ortodoksisë shqiptare dhe kishës ortodokse Fanoli në Rakinic të Podujevës, sepse zjarri i ferrit të pret. Ju jeni kishë dhunuese dhe një kishë antiligjore, ju jeni kishë e mallkuar nga kisha ortodokse e vërtet kombëtare shqiptare. Nikola Gjufka edhe sot paraqitet si kryepeshkap i Kosovës dhe prijes i mitropolisë së parë shqiptare ortodokse në Kosovë. Autoriteti i tij nuk është i pranuar nga asnjë kishë ortodokse në rajon. Kisha e braktisur e Arkanxhel më hillet në Rakinic të Podujevës, ku hyn e meshuan të akuzuarit, është në listën e monumenteve të mbrojtura nga Ministria e Kulturës e Kosovës.